Një 43 vjeçar është vënë në prangat e policisë së Fierit pasi gjatë një kontrolli në banesën e tij janë gjetur dhe sekuestruar 2 armë zjarri automatik tip Kalashnikov, si dhe një sasi municioni luftarak. I arrestuari, identifikuar si Vasil Osmani, banues në fshatin Levan të Fierit, i cili dyshohet se i mbante armët pa leje në banesën e tij. Sipas njoftimit zyrtar të policisë, armët e sekuestruara do të dërgohen në Institutin e Policisë Shkencore, ku do të kryen ekspertizat përkatëse për të verifikuar nëse ato janë përdorur në ndonjë ngjarje të mëparshme kriminale. Policia bën me dije se materialet procedurale janë referuar prokurorisë së Fierit për veprime të mëtejshme ligjore. Ndaj 43 vjeçarit rëndon akuza për armbajtje pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe municionit luftarak, vepër për të cilën parashikohen masa të rënda penale sipas ligjit në fuqi. Hetimet vijojnë për të zbuluar origjinën e armëve dhe mënyrën se si ato kanë përfunduar në posedimin e tij.